solidariteti në Ramazan. E pam që nga data 1 e Ramazanit, besimtarët u bon së bashku për të ndihmu nevojtarëve, jetimëve dhe familjeve skamnore me anë të paku sofra Ramazanit. Pam tash edhe ka mesi Ramazanit filluan besimtarët të mendojnë ta marrin zeqatin, pasurinë e vet ta pastrojnë duke ndihmu prapë të tjerëve. Por prapë edhe ka fundi Ramazanit, e pam që besimtari nga besimi që ka me Allahun fuqiplot obligohet të nxjerrë dhe vitrat për të ndihmuar dikujt tjetër. Por këtu e shohim që Ramazani na ka bërë shumë solidar dhe mbesim me shpresë që ky solidaritet të vazhdon jetën tonë, qysh kemi qenë Ramazan, të vazhdojnë dhe me tutje. Të dashur teleshikues, të dashur besimtarë dhe besimtare, do të mundohemi që mendimin e Allahut fuqiplot që të mia që na kalon muaj i bekuar Ramazanit t'i marrin dhe me vete, duke e ditur se Allahu fuqiplot është ai Zot i cili adhuruam gjatë Ramazanit, po njëjti Zot që adhurohet edhe 11 muaj të tjerë. Të dashur besimtarë dhe besimtare, jemi në 10 ditë në fundit të muajit të bekuar të Ramazanit dhe pam se ky muaj është lidhur ngushtë me bamirësinë ndaj të tjerëve, solidaritetin, temë e cila na ka kalitur shumë mirë nga dita e parë e Ramazanit deri më sot. Jo vetëm zemrën tonë, e cila është vendi ku qëndron besimi i Allahut fuqiplot, por edhe sjelljet tona, nga mëngjesi deri në mbrëmje, edhe edukatën tonë dhe miqenën tonë komplet. Dhe zatën qëllimi i Ramazanit është që t'jemi sa më të devotshëm, vetëm që besimtarët të jetë shembull për të tjerët. Krahas kësaj, Zoti fuqiplot na urdhëron në Kur'anin famlar duke thënë: "Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa", ndihmoni njëri tjetrin në punë të mira. Nga ky ajet jep të kuptohen se muslimani duhet të jetë ndihmë për të tjerët. Kur Zoti tregoi që njerëzimi është në humbje përveç atyre të cilët besojnë Allahun fuqiplot dhe një nga kushtet që e kanë, bën vepra të mira dhe u këshilluan në mërzveti. Dhe kjo është këshilla që neve sot na nevojitet shumë. Vjen një burr tek pejgamberi i Zotit, Muhamedi alayhi salatu wasalam, thotë: "O dërguari i Allahut, zemrën cilën e kam dhuratë nga i madhi Zot, më ka plagështuar. Nuk është në rregull, nuk pindi veten ç'u duhet, dhe kjo na ndodh Zotin edhe neve sot. Dhe punë të kësaj bote shpesh herë po kam ngecje, nuk po dal ashtu siç po du më dal une." I tha pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Irhamil yatim", tha më shëroje jetimin. Pra kujdesu ndaj jetimit, gjen një jetim, lëdhatoje kokën e tij dhe jepi nga ushqimi i yt. Jep të kuptohet se këtu lëdhatimin me kokë e marrim vetëm me evladin ton, jo me çdo kam, por e morëm vetëm puna krijesave, e që është jetimi ai i cili na zbut neve zemrën dhe ai i cili na mundëson që të kemi faqe bardhë në veprat punë tona të mira. I dashurin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e lidhi ngushtë besimin e Allahut fuqiplot që kemi dhuratën nga ai me interesimin dhe kujdesin që duhet kemi ndaj njëri tjetrit. Tha në hadithin e vërtet: "Nuk ka besuar asnjëri për jush, por derisa ta don atë që don për vete sikur për vllahun e vet." Por ka lidhë ngushtë besimin që besimtarit të mendon për të tjerët, të jetë edhe si fortesë, ka në transmetimin tjetër se besimtari është fortesë si besimtarit, është ai i cili e mban godinën. Dhe për këtë tregon se interesimi jon duhet të jetë i vazhdueshëm që ne të ndihmojmë njëri tjetrit. Momentin që ne e largojmë një breng vllaut tonë në këtë botë, Allahu fuqiplot na largon në ditën e gjykimit. Momentin ku ne e lehtësojmë vllaut tonë një telashe, një sprovë në këtë botë, Zoti fuqiplot na lehtëson neve në ditën e gjykimit. Atë çka në hadithe sa që edhe një gëzim që besimtarja bën në vllaut e vet, sururun tadkhulu ala akhika muslim, edhe për këtë kemi shpërblim, nëse e gëzon vllaun ton besimtar në një lajm të gëzueshëm, saqë i buzëqesh në fytyrën e tij, edhe kjo quhet lëmosh, edhe kjo quhet sadaka. Andaj të mundohemi, përderisa është muaj i rahmetit, muaj i mëshirës, se ne
të reflektojmë të tjerët me edukat lartë, me sjellje të mira dhe me ndihmë ndaj njëri tjetrit. Duhet kemi parasysh një rregull fetar i cili na ka mësuar se kur të ndihmojmë njëri tjetrit, që duhet kemi kujdes, ta kemi sinqeritetin në shkallën më të lartë. Burrat të mëdhej, të parët tanë, i përshkruajnë fjalët e tyre në Kur'anin famlar duke thënë: ne ju japim juve ushqim, japim gjëra të mira, sadaka dhe lëmosh, por vetëm për hir të Zotit. Nuk dëshirojmë nga ju as falënderim dhe as nuk dëshirojmë nga ju që më na kthy me të mirë. Dhe kjo është ajo motja e muslimanit, që çdo vepër të mirë që bën, si gjatë Ramazanit se jashtë tij, do të mundohet që Allahu fuqiplot të jetë i kënaqur, të arrijë kënaqësinë e Zotit fuqiplot, dhe kjo është mesazhi kryesor, që ne të jemi afër njëri tjetrit, po duke e kënaqur Zotin fuqiplot. Ka në transmetimet e vërteta se besimtari kur të jep me dorën e djathtë, mos ta merr vesh as dora e majt. Kjo është e pamundur, por na ka ardhur një shembull që duhet kemi kujdes që veprat e mira të lojmë për Allahun fuqiplot dhe me ato është problemin e ditën e gjykimit. Për këtë parë tanë thanë se para se me bo mirë, para se me ndihmu dikuj, duhet ta pyes vetvetes, të apo një kontroll vetvetes, pse po bën këtë vepër, pra ta kontrollon sinqeritetin që e ke, gjatë dhënës së asaj mirësie, asaj vepër së mirë, prap duhet ta lutesh Allahun fuqiplot që mos të hyjë fatësia, por edhe gjatë përfundimit kur e përfundon atë mirë, ta lutesh Allahun fuqiplot që ta përmend atë punë që e ke bë. Ndosh Zoti na mundëson që të jemi bujar se në këtë muaj si jashtë, ndosh Zoti është i kënaqur me punët dhe veprat tona, ndosh Zoti shpërblen bamirësit kudo që i kemi si në vendin tonë dhe jashtë saj, ndosh Zoti gëzon me të mirat e tij deri natën e Fitr Bajramit.